Xumallushi, një prej banorëve më të komentuar të këtij edicioni të Big Brother VIP Albania, ishte i ftuar në Big Brother VIP Fan Club. Në një moment gjatë diskutimit ku shfaqën 5 momente kyçe të Eglit përgjatë rrugtimit të saj, ishte edhe kutia e Pandorës ku ajo çoi në nominim kok më kok veten e saj dhe Xumin. Ish banori u shpreh se mes tij dhe Eglit nuk ka pasur asnjë raport, por shtoi se ka pasur vetëm respekt për të dhe nuk e ka ulur si person. Deklarata e Xumit. Mes meje dhe Eglit nuk ka pasur asnjëherë asnjë lloj raporti, ishte thjesht ajo çfarë i shpreha unë aty brenda sepse keq interpretohet. Atë që përjetova ishte shumë e bukur aty brenda. A do ta përjetoja sërish? Nuk e di. Kam marrë etiketime të ndryshme që unë nuk i përkas absolutisht në asnjë lloj mënyre. E di se i biri kujt jam dhe se çfarë familje kam. Unë për vajzën në fjalë kam treguar vetëm respekt, kam shprehur ndjenjat e mia më të pastra dhe më të qarta, por dua të them vetëm diçka, që ekziston karma. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.